Unë e menoj që është e domosdoshme kjo ndërhyrje imja dhe unë me përgjegjësinë time du t'ja fjalën zotit Ismail Kurteshi që të thot atë që donë me thonë dhe pastaj vazhdoj me seancën. Ju kërkoj falje të gjithëve. Zoti Kurteshi, keni fjalën. Deputet të nderuar, më lejoni që në emër të opozitës së bashkuar që drejtohem ju me kërkesën që të kontriboni në normalizimin e situatës në Kosovë. Në Kosovë nuk ka situatë normale që nga shtatori dhe shkaktarët ju i dini. Janë ata që kanë nënshkruar marrëveshje për të cilat gjykata kushtetuese ka konstatuar se janë në kundërshtim me kushtetutën. Ne, bashkë me qytetarët e Kosovës, të cilët që nga ky vend dhe në ky moment i ftoj që të na bashkangjiten në protestën që e kemi paralajmëruar që do të jetë me 26 mars në ora 14 në sheshin Skënderbej, me qëllim të kundërshtimit të qeverisë së Kosovës, ju ftojmë edhe ju që të jepni kontributin tuaj edhe në kuvend, edhe jashtë kuvendit, që këtë qeveri të papërgjeshme dhe të korruptuar ta çojmë në shtëpi. Kërkojmë nga Isa Mustafa, i cili ka shkel kushtetutën, të jep dorëheqje dhe të fillohet puna ashtu siç duhet në kuvendin e Kosovës. Ne tani po shkojmë, ju bini thuponev, po normalitet nuk do të ketë derisa situata nuk normalizohet me shkuarin e qeverisë. Unë tash i ftoj kolegët e mi të shkojmë dhe do ta njoftojmë opinionin, Dhe në fund, skanerat duhet me qunë qeveri me skanu korrupsionin e Isa Mustafës dhe kësaj qeverie. Nuk ka nevoj me ble skanera, se na nuk do t'jemi objekti skanerave. Ju faleminderit. Faleminderit, zoti Sali Saliu, faleminderit që më prevendesë.